Më shumë se 9 muaj pas vrasjes së Egli Progës, ngjarje që përplasi institucionet dhe prodhoi akuza të ndërsjella për manipulim, prokuroria e Korçës përfundoi hetimet dhe dorëzoi për gjykim dosjen penale ndaj 4 të pandehurve. Ndaj Denis Meqes është ngritur zyrtarisht akuza e vrasjes me dashje, pasi nga hetimet është ai personi që u konfliktua me 42 vjeçarin dhe si pasojë e goditjeve Proga humbi jetën. Prokuroria nuk mundi të provojë se mes pandehurit Meqe dhe viktimës mund të kishte patur përplasje të mëhershme, ndërsa nuk u provuan as pretendimet për gjobvënje të mundshme. Për 3 të dyshuarit e tjerë Voltan Shulku, Arjan Manellari dhe Loni Dhaguqe, prokuroria ngriti akuzat e moskallëzimit të krimit dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Institucioni i akuzës ndërkohë ka veçuar dosjen dhe po heton për përgjegjësinë e punonjësve të policisë, nëse ata e kanë përmbushur ose jo detyrën konform ligjit. Nga hetimet do të hidhet dritë mbi faktin nëse policia lejoi miqtë e Denis Meqes të largojnë nga vendngjarja makinën ku u përplas Proga pas goditjeve për shkak të paaftësisë apo pati qëllime të tjera që mund të lidhen me ndonjë manipulim të mundshëm të ngjarjes. Përplasjet mes institucioneve nisën kur policia referoi ngjarjen si vrasje nga pakujdesia, por më pas ndaj Meqes u ngrit akuza e vrasjes me dashje. Ndërsa 3 të dyshuarit e tjerë fillimisht u lanë në masën e detyrimit paraqitjes, ndërkohë që më vonë ata u dërguan në arrest me burg. Vrasja e Egli Progës u pasua me protesta në Pogradec, por edhe në kryeqytet, ku kërkuar largimin e ministrit të Brendshëm, por edhe zyrtarëve të lartë të policisë.